Në një lagje të zakonshme, mes shumës së mëngjesit dhe ngutjes për të nisur ditën, jetonte një djalë i ri me një zakon të pazakon. Ai nuk kishte shumë, jeta në familjen e tij ishte e thjeshtë, me sfida të përditshme, mungesë të ardhurave dhe përgjegjësi të hershme që I kishin rënë në supe. Megjithatë, ai kishte vendosur që çdo mëngjes, para se të dilte nga shtëpia, të ndalte për vetëm 60 sekonda. As nuk futej në internet, as nuk ndiste televizorin, as nuk kontrollonte telefonin. Thjesht qëndronte në heshtje dhe merrte frymë thellë, duke e falendëruar Allahun për një gjë të vetme, që ishte gjallë, që kishte një ditë tjetër përpara, që kishte ende mundësi për të ecur. Kaluan ditët, pastaj javët, një muaj. Jashtë shtëpisë, gjithçka ishte njësoj. Fatura po vinin njësoj. Problemet nuk ishin zhdukur. Por brenda tij kishte ndodhur një ndryshim që nuk e dinte as vetë si ta përshkruante. Zemra e tij ishte më e lehtë, shpirti më I qetë. Syri filloi të vërente gjëra të bukura që më parë I kalonte pa menduar, rrezet e diellit mbi dritaren e lakur, aromën e çajit të mëngjesit të nënës, buzëqeshjen e një kalimtari. Ai kuptoi se nuk kishin ndryshuar gjërat, kishte ndryshuar ai. Ai qëndronte një minutë çdo mëngjes, por ajo minutë I formsonte gjithë ditën. Ishte si një dritë e vogël në zemër, që nuk e shuante dot asnjë shqetësim. Nuk je lodhur me gjithë këto halle, me të njëjtën rutinë çdo ditë? Jo, sepse çdo mëngjes më kujtoj se nuk jam vetëm. Dhe fryma që marr me vetdije është dhurata më e madhe që kam. Një minutë e përkushtuar me zemër është më e vlefshme se një jetë e tërë pa vetdije. Kur falenderon në heshtje, Allahu të jep dritë të brendshme që të udhëheq edhe kur rreth teje është errësirë.